dashur, mirë se keni ardhur në teatrin e kafshëve në fermën Lazdrou. Sot, Shakira, Nala dhe Kris do t'ju sjellin misterin e rjedhës magjike dhe misterin e këmbës së humbur. Shijim të këndshëm. Shakira. Hey, Shakira, a je gjallë? Apo ke kaluar në ndonjë univers tjetër muzikor? Mirë se vjen, Nala. Po dëgjoja frymën e erës dhe ritmin e barit. Ska ko për erë dhe bar. Kam një lajm të çuditshëm. Ujësielsi që shkon tek pellgu ynë është kthyer në ujë me fluska. Fluska? Fluska thua? Aha. Si një fest me limonad. Jo. Më shumë si një ujë magjik që të bën të kërcesh sa po e prek. E pash patën e vogël, piu dhe filloi të rrotulloj si një top spin. Kjo është një çështje që meriton një hetim të qetë. Por, eja të ecim ngadalë që të mos humbim asnjë detaj. Jo, do të vrapoj. Ti ec me filozofinë tënde. Shiko, uji po bën. Por ky nuk është uji I zakonshëm, Nala. Është si një këngë mbështjellë me shkum. A mendon se dikush ka hedhur magji? Ndoshta dikush nga ferma për rreth ka larë çizmet me sapun dhe... Po dëgjoj një tingull. Një... Glop. Ndoshta është përpindësh pellgu. E kisha dhënë magji, shi, një shishe, shampon me shkum karameli. Jo, Nala, është derkuci. E shef, ai ka larë bishtin këtu. Pra kjo është? Jo magji, jo alien. Vetëm një derë që është një derë që do të duket bukur në diell. Po ku ka më mirë se një derkuc I pastër, Nala, me aromë karamel. Po problemi zgjidhet. Po tani, çfarë bëj? Çfarë të bëj me gjithë këtë ujë që bën shkum? Eja dhe kërcej, Nala. Mësova diçka. Kur uji fillon të këndoj, ndoshta duhet të kërkosh për një derkuc me shampon, apo jo, fëmijë? Dhe kur një mik ka panik, mos e qorto. Thjesht vetëm ec me të, qoftë edhe në përfluska.
Shakira, Shakira, më ka ndodhur diçka e tmerrshme. Çfarë ka ndodhur? Pësoj diçka pikaloshi apo Peter humbi prap karrotën? Jo, edhe më keq. Më mungon një këmbë. Çfarë? Po ti ke 4, nuk po ishe? Priti në mbroj. 1, 2, 3, 4. Haha, mor Kris, janë të gjitha aty. Jo. Nuk e kupton, më mungon këmbëza ime e preferuar për të kërcyer. Ishte e fshehur në shtëpinë time. Tani s'është më aty. Këmbëza jote për kërcim? Ajo me ngjyrë rozë dhe mbështjell me shirita, apo thua? E po, kjo është një çështje urgjente. Atëherë, detektive Shakira në aksion. Kris, të lutem, ti vetë, kur e ke parë për herë të fundit? Mbrëm, po kërceja me yje. Pastaj e vendosa poshtja stokut tim të kashtës. Ishte aty. Tani nuk, s'është më. Ajo nuk ka këmbë për të ikur vetë. Dikush ose diçka duhet ta ketë marrë. A mos ndoshta UFO? Apo pata Nala? Jo, more Kris, Nala ishte me mua dhe nuk është e interesuar për këmbëzën rozë. Por kemi nevojë për prova. Çfarë kemi këtu? Një fije leshi e bardhë dhe aromë paska aromë djathore. Kjo s'është imja. Mund të jetë nga dikush që ka flokë të bardha. Si të tuat, apo edhe ndoshta të Bob Marley. Jo, shikoje. Fija është shumë e butë. Kjo është nga jastëku yt. Shikoje, këmbëza ka rëshitur për mes kashtës. Po do të thotë që ajo ka rënë nga qatia? E po e vetmja rrugë që shkon poshtë shtëpis është tuneli. Është tuneli sekret i ushqimit. Jo, Shakira. Po ai tunel është i errët dhe ka marimanga. Dhe ndonjëherë e dhimin. Jo. Mos ki frikres. Ti e qeni më i guximshëm që një. Dhe ke një mik si unë. Ke të drejt. Ne kemi kaluar momente edhe më të vështira. Dhe të kujtohet si ajo hera kur lepuri më ngatroi me karrotën e tij gjigante. Shiko, Kris, shiko. Ka dritë për para. Është fundi i tunelit. Këmbëza ime, ajo është mirë, këmbëza ime është mirë. Dhe një tjetër misteri zgjedhur nga detektive Shakira. Me ndihmën e qenit më dramatik të fermës.
sikur kisha humbur një pjesë të zemrës time. Dhe tani, ne jam përsëri i plot. Dhe unë jam gati të këndoj këngën time Te pellku me fluska, pas gjithë këtij hetimi. Po, tani duhet të bëjmë edhe kërcimin e fitores. Në pellk me shkum ne po kërcejmë, hop hop u i bën, me nalën pat dhe Shakirën dele, qeshim lazdrojemi pa fund. Fluska kërcen, gëzimi nuk ndalet, hop 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 çdo gjë vallëzon. Shikoni derkucin me shampo në dorë, ai sjell vetëm aromë. Në pellk me shkum ne po kërcejmë, hop hop u i bën, me nalën pat dhe Shakirën dele, qeshim lazdrojemi pa fund. Hop 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 u i bën, la 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 la. Hop 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 u i bën, la 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 la. Ky ishte mesazhi i shfaqjes fëmijë të dashur. Edhe në situata më të çuditshme, ndonjëherë zgjidhja është më e thjeshtë nga që mendojmë. Apo jo? Miqt nuk gjykojnë. Ata kërkojnë zgjidhjen bashkë. Madje edhe kur rruga kalon nga uji me fluska karamel. Edhe kur humbasim diçka të vogël që e duam shumë, me durim, mish dhe me pak humor, gjithmonë mund ta gjejmë sërish. Dhe mësimi më i rëndësishëm është që çdo mister është më argëtues kur jemi me mikun tënd të ngushtë. Miru pafshin fëmijë!